Tingujt e tupanove mbushën në rrugicat e fshatit, banorët nisën festën me flamuj dhe thirrje gëzimi. Ejupa Bazi nga AKI shënoi fitore në komunën e Studeniqanit në rrethin e dytë të zgjedhjeve lokale. Nëpërmjet një statusi në profilin e tij zyrtar në Facebook, Abazi falenderoi banorët. Tani deklaroj me solemnitet, nga ky moment, unë nuk jam kryetari një grupi apo i një vote, jam kryetari të gjithë qytetarëve të Studeniqanit. Zotohem para Zotit edhe para jush, do të udhëheq komunën me ndershmëri, pa devijuar nga shërbimi dhe pa dallime. Puna e madhe fillon tani për të përmbushur çdo zotim. Po ashtu edhe Azem Sadiki, i cili ishte për 4 mandate me radhë në krye të kësaj komune, i falenderoi qytetarët për pjesëmarrjen dhe për krajen që i kanë dhënë gjatë këtyre viteve. Abazit i uroi fitoren. Kam pasur nderin të jem në krye të komunës son për 4 mandate, periudhë gjatë së cilës jam përpjekur me përkushtim punë të pandalur të realizoj shumë projekte që sot lanë gjurmë në çdo vend banim të komunës së Studeniqanit. Asnjëherë nuk do t'i harroj njerëzit e mi të afërt që kanë qenë krahu im. Më qëndruan besnik gjatë tërë kësaj kohe sepse ata janë pjesë të gjitha sukseseve të mia. Sipas të dhënave të KSZ-s, Ejupa Bazi i AKI-s mori 4361 vota, ndërsa kundër kandidati i tij i pavarur Azem Sadiki, i cili u mbështet nga Vlen, 4173.